Hithra, sekreti që shëron dhimbjet e kockave për gjithmonë, ja si ta përdorni. Ajo të përvëlon që në prekjen e parë, po pavarësisht drithërimës, është e pamundur të heqër dorë prej saj. Në vendin tonë, përdorime të shpeshta gjejmë në mbushjet e gatimeve të byrekut ose e zgjerë edhe në përgatitjen e sallatave. Por hithrat janë përdorur prej shekujsh për të trajtuar një sër problemesh, veçanërisht ato të alergjive, nyjeve dhe shkaktimi komplikacioneve të jetës së përditshme. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Ekspertët e cilësojnë atë si një nga zgjidhjet më të mira në mbrojtje të organizmit. Hithra përmban vitamina dhe minerale shumë të rëndësishme për mbrojtjen e trupit. Hithrat janë një burim shumë i mirë i proteinës, ndërkohë që ato përmbajnë sasi të konsiderueshme të vitaminës A, B dhe C, si kalium, magnez, kalcium e të tjera, gjithashtu edhe nivele të mira të zinkut. Hithra ka veti të mira ndihmëse për trupin edhe kundër problemeve të artritit. Ndër shekuj, hithrat janë përdorur edhe për artritin. Kur vendosen te gishtat ose në zona të tjera të prekura nga artriti, ato mund të qetësojnë dhimbjet deri në 85% citon WebMed. Hithrat përmbajnë neurotransmetues serotonin dhe histamin, të cilat janë përgjegjëse për efektet e tyre qetësuese. Gjithashtu mund të përdoren edhe për rezultate më të mira për dhimbjet muskulare. Hithrat janë një zgjidhje shumë e mirë edhe kundër problemeve alergjike. Jeni të lodhur nga alergjitë sezonale. Studimet tregojnë se hithrat mund të ndihmojnë trupin tuaj në këtë aspekt. Përbërësit antiinflamator dhe flavonoide që gjenden te hithrat ulin nivelin e histaminës së prodhuar në reaksionet alergjike, me pasojë uljen e të shtimave dhe simptomave të tjera. Hithra është një bimë shumë e mirë që ndihmon gjithashtu edhe me detoksifikimin. Duke qenë se ka veti diuretike, hithra e përgatitur në formën e çajit ose të gatuar mund të ndihmojë në shkatrimin e ujrave të tepërta. Në këtë mënyrë veshkat e kanë më të lehtë punën e tyre në largimin e mbetjeve toksike. Gatimet që eliminojnë efektet djegëse të hithrave mund të përdoren në byrek, në supa ose në pjatë të tjera. Gjithashtu edhe ndikimi që ka në organizëm e bëjnë atë një nga produktet më gjithëpërfshirëse në mbrojtjen e shëndetit, gjithashtu edhe në parandalimin e komplikacioneve të tyre. Shurupet tradicionale nga hithra përdoren për pastrimin e gjakut, por edhe janë të shijshme dhe freskuese në formën e pijeve, të cilat në kombinim me lëngjet tuaja të preferuara do t'japin rezultate mjaft të mira për shëndetin e përgjithshëm. Çaji i hithrave është një tjetër trajtim i mirë kundër dhimbjeve muskulare, për shëndetin e zemrës, veshkave, tretjes imunitetit dhe problemeve të ndryshme të rrugëve të frymëmarrjes. Pirja e lëngut të hithrës ndihmon në largimin e inflamacionit, alergjive, probleme me tretjen dhe lëkurën. Ky lëng ka përbërës thelbësor për të qenë energjik dhe më i shëndetshëm. Përbërësit kryesor të çajit të hithrës, lëngu i hithrës është i pasur me antioksidant, kalcium, fibër, flavonoid, hekur, magnez, fosfor, protein, kalium, vitaminën A, B, C dhe D. Ky lëng është i dobishëm dhe rekomandohet gjithashtu edhe kundër variçeve. Gjithashtu, çaji i hithrave mund t'japë rezultate fantastike edhe në rritjen e imunitetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Ndaj, kombinimi i tyre në mënyrë të rregullt në dietën tuaj do të jetë një përbërës shumë i mirë ushqyes në rritjen e përfitimeve të trupit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Hithra është një bimë e cila mund t'i ofrojë shumë organizmit tuaj, dhe përdorimi i tyre në mënyrë të rregullt, më së shumti në nëstinën e pranverës dhe të verës, mund t'japë rezultate të mira për organizmin. Kur bëhet edhe për personat që vuajnë nga anemia, hithra mund të jetë një bimë e cila mund të ndihmojë edhe në pastrimin më të mirë të gjakut. Një përbërës që gjendet te hithra, siç është klorofili, lëndë të ndryshme, serotonina, histamina e të tjera, përmbajnë element ushqyes në rritjen e vlerave të trupit. Gjithashtu, hithra është një burim i rëndësishëm ushqyes për shëndetin tuaj. Sigurisht, përdorimi i saj në mënyrë të rregullt në dietën tuaj të përgjithshme mund të jetë një nxitës i mirë i imunitetit në betejën tuaj kundër këtyre komplikacioneve. Përdorimet e hithrës janë fantastike edhe në rritjen e vlerave të imunitetit, edhe në parandalimin e komplikacioneve të tyre. Sipas Del Site, këto janë disa nga përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi i kësaj barishte. Hithra stimulon sistemin limfatik dhe fuqizon sistemin imunitar.
Gjithashtu ajo ofron edhe më shumë efekte pozitive për simptomat e artritit edhe për organizmin tuaj. Mund t'jap edhe shumë përfitime në nxitjen e sistemit tuaj imunitar për rritjen kundër luftës së alergjive. Hithra është një zgjidhje shumë e mirë edhe për personat që vuajnë nga diabeti, pasi mund të ndikojë në përmirësimin e luhatjeve të sheqerit në gjakun e tyre, pasi mund të nxisë edhe në forcimin e simptomave tuaja kundër fryrjeve, dhimbjeve të barkut, gjithashtu edhe komplikacioneve të ngjashme. Hithra është një bimë shumë e mirë kundër gurve në veshka dhe ndihmon në largimin e problemeve të tilla. Është një zgjidhje shumë e mirë kundër menstruacioneve dhe ndihmon në lehtësime të ngjashme. Ul tensionin e lartë të gjakut, ndihmon kundër problemeve respiratore, ndalon gjakderdhjen, zvogëlon inflamacionin dhe zvogëlon gjithashtu edhe rreziqet kundër problemeve të prostatës, minimizon të vjellat, ndihmon nga i ftohti, lehtëson nga diarreja, lehtëson problemet tuaja gjithashtu edhe mund të ofrojë shumë përfitime të mira për organizmin. Ajo mund të sjellë ndikime pozitive në shëndetin e zorëve, kundër parazitëve, mbron shëndetin e tiroides dhe shpretkës dhe pankreasit. Ndaj, përdorimi i hithrave në dietën tuaj mund të ofrojë edhe një zgjatje të elementeve ushqyes të shëndetit, sidomos edhe gjatë periudhës ku virozat mund të jenë më të pranishme. Hithra është një bimë e gërbarishtore që në kërcellin dhe gjethet e saj ka edhe element ushqyes mjaft të mirë. Të gjithë shqiptarët e njohin hithrën edhe për shkak të efekteve të saj djegëse. Edhe më të mirat e hithrës gjithashtu mund të vendosin edhe vlera të larta për organizmin. Pas studimeve është konkluduar se hithra përmban përbërës që mund të ulin inflamacionin, mund të gatuhen në sallata me vaj ose me elementë të ndryshëm, por vlerat që do t'i nxisin organizmin tuaj e bëjnë atë një nga produktet më të mençura edhe për të shtuar në gatesat tuaja. Mos anashkaloni po bërë ndonjë ushqim, çaj ose pije dhe maska të freskëta me hithra. Hithra është e pasur me ekur, kalium, magnez, vitaminën A, B, E, D dhe K. Ky kombinim i sigurt do jap fuqi dhe do ndihmojë në luftën kundër lodhjes pranverore. Konsumojeni atë gjithashtu në rastet kur keni edhe probleme të ndryshme. Çaji i hithrës pa problem mund të zhvendësojë kafen e mëngjesit, kjo pije konsumohen dhe detoksifikon organizmin, si dhe përmirëson gjithashtu edhe shenjat tuaja të imunitetit. Nëse vendosni të shtoni hithrën në dietën tuaj, do të keni një ndikim të lartë pozitiv në rritjen e vlerave të organizmit në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Sigurisht, përgatitja e këtij çaji në dietën tuaj do të përbëjë një faktor ndikues edhe kundër shqetësimeve të njëpasnjëshme. Ndërshekuj me radhë, hithrat janë përdorur për artritin. Kur vendosen në gishta ose në zona të tjera të prekura nga artriti, ato mund të qetësojnë dhimbje deri në 85%. Hithrat përmbajnë gjithashtu neurotransmetues serotonin dhe histamin, të cilat janë përgjegjëse edhe për efektet e tyre qetësuese. Gjithashtu përdoren edhe për rezultatet edhe për dhimbjet e trupit tuaj. Sigurisht, përdorimi i kësaj bime në dietën tuaj të përditshme mund t'japë rezultate të mira edhe kundër shqetësimeve të alergjive. Sigurisht, bima e hithrës do të nxjisë rritjen e imunitetit dhe gjithashtu do të parandalojë komplikacionet. Nëse jeni të lodhur nga alergjitë sezonale, studimet kanë treguar se hithra mund të ndihmojë në këtë aspekt. Përbërësit antiinflamator dhe flavonoidet që gjenden te hithrat do të ulin nivelin e histaminës së prodhuar në reaksionet alergjike, me pothuajse uljen e të shtimave dhe simptomave të ngjashme. Ndaj mund të përdoret si një bimë alternative kundër alergjive. Nëse doni të përmirësoni detoksifikimin e trupit dhe të lehtësoni këtë shqetësim, atëherë mund të përdorni edhe hithrën në ndihmën tuaj. Duke qenë me veti të mira diuretike, do t'jap rezultate fantastike për organizmin. Çaji i përgatitur ose lëngu nga hithra është një zgjidhje produktive në dobi të shëndetit. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like,
dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.